Situata e krijuar në zonën e Delvinës, por edhe në disa zona të tjera të Sarandës nga rreshtë të shumta, është monitoruar hap pas hapi në terren gjatë gjithë kohës nga nënprefekti Kristo Kiço, si edhe nga kryetari i Bashkisë së Delvinës. Nënprefekti Kristo Kiço ka theksuar se problematikat më të mëdha kanë qenë në Delvinë dhe Finish, aty ku edhe situata është ndjekur në vazhdimsi. Ka patur disa evakuime sipas Kiços, por edhe problematika nga rëshkitjet e dherave. Shumë e vështirë për të katërta bashkitë e jugut, por duhet të theksojmë që ka qenë më problematike ka qenë Delvina, Finiki, po jo më pak për nga rëndësia edhe në bashkinë e Sarandës, që është argjinatura e Çukës. Ne kemi gjënë emergjenca civile, por edhe pushteti lokal ka qenë në ndjekje të vazhdueshme të situatës. Sot situata duket më shumë e normalizuar, janë hapur rrugët nacionale, janë në kontroll të plot, dhe për shkak edhe të rreshjeve të pakta që kanë qenë gjatë ditës së sotme, ka rënë edhe niveli dhe është larguar rreziku nga argjinatura e Çukës që kishte arritur në nivele maksimale, dhe kalimi i nivelit maksimal do krijonte probleme shumë të mëdha të gjithë fusha në drejtim të liqenit të Butrindit. Problematik që është akoma edhe sot është furnizimi me ujë, sepse janë përmbytur stacionet e pompimit në Vrion. Saranda akoma është pa furnizim me ujë, por edhe për shkak të mungesës së energjisë elektrike. Është punuar gjatë gjithë natës dje, është pastruar depoa kryesore e qytetit, edhe presim që nga dreka të fillojë furnizimi me ujë i Sarandës. Në bashkinë e Finikit janë nën kontroll, janë marrë të gjitha masat për riparimin e rrugëve, janë evakuuar disa familje në fshatrat Navaric, Dermish dhe Çlirim, dhe ajo që është problem dhe që ka qenë edhe kohë më përpara është furnizimi me energji elektrike. Një problem i jashtëzakonisht i vështirë, evident dhe që duhet zgjidhur sa më shpejt. Edhe kryetari i Bashkisë së Delvinës theksoi të njëjtat problematika, ku sipas tij 3 fshatra kanë patur vështirësi në qarkullim. Gjendja është stabilizuar pasi edhe rreshjet e shiut janë paksuar. Aktualisht jemi duke ndërhyrë në një segment të rrugës që lidh Delvinën me 3 fshatrat Lefteror, Kakovdiq dhe Varfaj, dhe aty shumë shpejt kjo rrugë do të jetë në funksion të plot. Gjithashtu jemi duke ndërhyrë në disa rrugë të tjera të lagjeve të ndryshme të qytetit për t'i kthyer në normalitet gjithashtu dhe këto. Së bashku me prefekten edhe me nënprefektin e Qarkut, jemi duke vizituar disa familje të cilat kanë pas probleme me përmbytjet. Situata në Delvinë, por edhe në Çukë është vështirësuar edhe gjatë këtij mëngjesi me dëmtim në argjinaturës, ndërsa po vijohet në emergjencë për mbajtje në kontroll të situatës.